Ka ndodhur nderuar të shikues një gjë e tmerrshme, ndoshta edhe të përmasak sigurisht nuk pritej. Prokuroria ka kërkuar 45 vjet të burg për arsim Thaçin dhe 3 të tjerë të 180 vjet gjithsej. 180 Për 4 vjet për 4 shqiptarët dhe agresori, siç e dini të gjithë, që ka bërë genocidin e madh në Kosovë, duke sikur tani është viktima, dhe viktima që është Kosova, që e ngri genocidin dhe gjithçka, duhet të paguaj, atë i duhet të paguan të tjetër kush. Ç'është kjo vatandare? 104 burra këtu. Burgimi i përjetshëm praktikisht, ai që kërkohet. I përjetshëm se tani njeriu nuk jeton në 300 vjet. Pra, është një gjë, çfarë është kjo vatan? Dhe ky është perëndimi. Si njohim ne. Ç'është kjo ngjarje tani? Kjo kërkesë, se ngjarjen e dinim, edhe e krijuar në mënyrën më të shëmtuar të mundshme, e ndërtuar në mënyrën më të shëmtuar të mundshme, por dhe pak ja kemi bërë vetes baton. E këtu të qëndrohet. Duhet të ndalojmë pak dhe këtu, sepse është si t'ja futësh vetes. Të ndërtosh një qoftë edhe sikur ta ndërton të tjetri, po kur ta ndërton tjetri, s'ke ç'i bën. Jo më e ka ndërtu vetë. Po kur e ndërton vetë, dhe tani ti e ndërton një gjë që të dënon ty 180 vjet. Dhe atë Matanë, që ka qenë me automatik në dorë në krahët e Miloševićit, ai i qesh tani. Ngushëllimi vetëm është që ka gjykat, se kjo është prokuroria. Duhet parë gjykata në qershor kur ta vendos. Ma di është pyetja ime është kjo. Pse edhe Kadri Veseli, edhe Jakub Krasniqi, edhe Hashimi, edhe ky Rexhepi, nga 45 vjet. Pse jo njëri 46, te 44, te 41? Është qesharak edhe të mërshme. Si e u bind prokuroria që këta meritojnë të njëjtën masë dënimi se kanë bërë të njëjtat krime? Ata janë koherent. Sepse prokuroria tha, unë nuk dënojmë në çkën, i dënojmë një nga një, si persona, nuk i dënojmë. Dhe del vendimi është uniform. Më sikur i ngritur nga krevati dhe ke krijuar çka ka dashur ty. A dhe çfarë fjali kanë qenë brenda narracionit sot? Që këta e kanë nis luftën për liri, për të pas kontrollin mbi territorin dhe pastaj nëse arrihet pavarësia për pas kontrollin mbi Kosovë. Ja kështu ka qenë narracioni për luftën për liri. Unë jam tmerru se çfarë rrëfimi kam dëgjuar sot nga prokurorët. Domethënë, njerëzit të cilët janë kriminal dhe vrasës që nuk kanë luftu për lirin, kanë luftu për kontrollin. Nuk kanë luftu për pavarësinë, por e kanë mashtru bashkësinë ndërkombëtare dhe ajo që është më e keqja, thotë që njerëzit të cilët kanë dëshmu pro këtyre katërve, zoti Clark, Rubin, David Britaneze, tjerë mos i përmendi me emra, nuk kam pas njohuri për UÇK-n. Dhe këta, prokurorët pas kam pas njohuri, ata e në konë teren. Para mendoj e ti, narracioni ishte i tmerrshëm. Unë nuk më pa, si mund të ketë, vetëm prokurorët, po t'ishin në një mjedis social, për t'i dënuar njerëzit, kur nuk do t'a kishin këtë rrëfim. Fakti që ata janë të një bote tjetër, dhe nuk e qajnë fare kokën se çfarë mendon opinionin publik në Kosovë për luftën edhe për gjëra tjera, këta nuk kriminalizojnë ndonjë veprim tyre. Kriminalizojnë aktin e tyre, veprimet e tyre, ndjenjen, emocionin për liri e tjera. Krejt kjo është kriminalizu. Ky ishte narracioni i tmerrshëm. Unë nuk kisha besu kur që do të ndodhë. Edhe pse gjykimi është politik, ka fillim politik, ka arrestim politik, edhe do të ketë përfundim politik. Dhe nuk ka tjetër, edhe nuk shë tjetër. Këto e kom pas bindje që në fillim, kam pas përplasje, edhe kom thonë, nëse ne bëjmë gjykatën speciale si tillë, na nuk mund ta kundërshtojmë gjykatën speciale se po e bëjmë vetë.
le ta bën OKB-ja. Dhe kemi një mundësi dhe arsye për ta kundërshtuar OKB-n. Kemi një mundësi të bëjmë gjithçka që mos ta pranojmë pastaj si të tillë. As gjykimin, as kur gjë. Por gjykatën e kemi bërë vetë tash. Dhe kjo gjykat po na rënon moralisht, historikisht, edhe po na rënon në mënyrë njerëzore. Psikologjikisht. Kjo është Po cilat qarqe ka ndikuar më shumë përveç se kaq fuqi dhe autoritet një prokurori? Unë mendoj që na nuk do të tam shefim Amerikan. Amerikanët e kanë vërtu? Edhe Amerikan. Edhe ata. Do të thonë, ky është një kompromis në mes të se tash nuk duhet ta themi këtë, po ky është një kompromis që atëherë Amerikanët e kanë bërë me presionin që bënte Rusia për Kosovën. Se Kosova është bën një farë presedani i ndërkombëtar për shkak të intervenimit. Dhe bëshin koncesione të pafundme Rusisë në të gjitha proceset. Dhe OKB-ja kur e ka sjell një letër në vitin 2012 për ngritjen e një gjykate speciale, na kemi ditë që një gjykatë speciale, unë personalisht kam qenë i bindur se një gjykatë speciale kur bëhet, nuk bëhet për njerëz të cilët janë periferia atje komandant. Ata bëhen vetëm për udhëhecit. Dhe në 2017, në shkurt 2 vitit 2017, në Tiranë kemi mësuar nga njerëz amerikan, që këta njerëz do shkojnë burg. Dhe ylli, tash me qenë se jemi këtu, unë kam qenë organizator i asaj hallakame të madhe që me bind Parlamentin e Kosovës me prish gjykatën speciale. 2011 ç'a bëre ato? Se tani kjo Jo, pjesa me kallafaqimi 2018 dhjetor. 8 vjet pas, Po çfarë thanë ti kurse që duhet prishje? Unë kom pasoja për të cilat nuk duhet të flas. Por në 2018 erdhëm deri në moment që e analizuam se të gjithë ambasadorët shkojnë me Pati ta shfuqizonte, të votonte parlamentin pushimet me shfuqizimin e saj. Batoni që mbrava. Çfarë ndodhi? Për Kërshëndella asnjë prej ambasadorëve, kur e kuptuan këtë, asnjë prej ambasadorëve nuk shkojnë në pushime me familje si zakonisht shkojnë. Unë dalën aty dhe e bllokuan parlamentin dhe njëri prej këtyre nuk kishte guximin ta çojë deri në fund dhe u dorëzua. Po pritet që vendimi i gjykatës të jetë i njëjtë tani se me që janë brenda të dy palët, E kupton? është si spaku me gjykatën këtu që kem. Nuk besoj se do të njëjtë. Vetëm nëse lirohen këta, arsyetohet gjithçka në kuptimin politik dhe historik. Janë harxhu 3 miliardë euro, thot Batoni, nuk e di janë 3 miliardë. 3 miliardë janë harxhu 3 miliardë euro për çfarë? për gjykatën. gjykimin e kësaj gjykate. Bashkimi Evropian i ka dhënë 3 miliardë euro për këtë. Gjykatësi që ka formuluar akuzën Ti është nuk po tallesh tani. Fal. 3 miliardë i kanë. Jo, në këto 15 vjet, janë 15 vjet më shumë, sa Jo, ka një kohë gjatë. njeriu që e ka formuluar akuzën e fundit, është njeriu që ka bërë akuzën për Trumpin. Jack Smith. Jack Smith. Që ndoshta mund të kemi edhe i përfshi amerikane, është duhet pritur. Çfarë do ndodhi? Smethi prokuror që pranoi që ka lidhje politike dhe problemi është tek prokurori është ai, por gjykatësit nuk besoj se do marrin guximin të bëjnë të budallik kaq madh. Kjo është Ky maksimalizim, Ata ka kërkuar shumë që të mos ulet. ma thuj, mos ulet shumë. ky maksimalizim, Kaq sa kanë ata, s'ka gjykat në botë. po që kemi kërkuar 45 vjet, Mund bien gjithë akuzat. në venken e lexova, që është eksperte e gjykimeve edhe procedurave në Hag, po thot Tihomir Vllačić e ka pas të njëjtën kërkesë të prokurorisë me 45 vite edhe është dënuar me 9 vite. Dhe ka qëndruar 9 vite dhe është liruar me njëherë për arsye se kaq ka zgjat procesi. Në 5 vite para burgimit dalin ata, po do në 9 vite. Ja llogarisin dy fish ndoshta. Edhe të fishët. Të para burgimit mund t'ja llogarisin ndoshta. 1.5. Llogaritet para burgimit. Dy fish. Jo, llogarisin dy Me 9 fish. vite dalin, të paktën shiko, kjo është e tmerrshme si edhe psikologjikisht. Kjo është Goditje e rëndë për Kosovën në këtë moment. kjo është tragjike. Por kjo është Tragjikomike. Nëse kemi një gjë tragjikomike, De facto nëse është pikërisht kjo.
kush do mundet me thënë që jo, lufta jonë ka qenë kriminale. Dhe historikisht e pa qëndrueshme. Kjo është Problemi është kjo. Vendimi është me bë edhe një uçë këtë tjetër, në momentin kur merret vendimi, se sa ju që këtë tjetër që t'ju vesh tyre me pushka tjetër e koka. Smithit dhe të gjithë. Tani, kur është gjyqi? gjyqi përfundoi. mbrojtja. Vendimi i gjykatës do të Vendimi i gjykatës. 2 muaj, 3 muaj qershor duhet ta marrë. Që Vendimi ata marrin mendim. Edhe më shpejt në qershor. Në fakt, për ta bërë të plot këtë pamjen e vetvrasjes, ishte 125 dëshmitarë shqiptarë. Dakor? Për Miloševićin nuk ishte dëshmitar serb, ishte shumë pak. Kurse për këta Kundër këtyre 25 dëshmitarë shqiptarë. Pavarësisht. Dhe një pjesë të narrativës kundër këtyre, Po ne veti bëjmë. më fal, një pjesë të narrativës e ka përdorur dhe partia përballë tyre, domethënë, kështu që nuk është që janë shpikur akuzat kështu krejt në boshllëk, e kupton? Ne do ta rikthejmë këtë temë sigurisht më gjerë mund ta Po kishim. më duket mesër është mbrojtja Jo, vazhdon, është e viktimave. e viktimave, edhe pastaj është Thaçi me Kadri Veselin e këta, pastaj është Avokatët e tyre, se këta nga 20 minuta kohë kanë për du avokatët. të përfundoj brenda kësaj jave, du të përfundoj e gjitha. Nderuar teleshikues, kaq ishte emisioni për mbrëmjen e sotme me disa tematika më morëm. Ndoshta e fundit më e rëndësishme që tregon edhe një gjë shumë të rëndësishme që ne shpesh vetvrasjen e kemi si opsion të rëndësishëm tonin, është një krim i kryer kundër vetes, rasti po dhe një përbindër që na shfaqet përballë, cili viktimën e kthen në kriminal dhe agresorin dhe njerëzit që kanë kryer genocidin i kthen në viktim. Kjo është qesharake, është më shumë se qesharake, është tragikomike.